Vosheset. Absolut jo, na kemë aq mundësi edhe se në gjithë mirë që shpërndojmë edhe deta ata. Definitivisht. Biliardiani boni thirrje dje shujtini status ta arrujmë zgjuhën, ta arrujmë ato, të bojmë që të arrujmë kulturën. Mbas se kuptova nëse zoti Gjinja ki shkruar letër vetës. A vetës ajo është përshtypja që më kriju. Kjo është kundërpërgjigja juaj për Ardianin me statusin? Pa i pjesë e ofendimit unë s'kam qenë kurrë. E kur lexova, le shpresoj se Ardiani i përmbohet asaj që ka shkruar. Se mu dok se adresimin e kishte vetja. Ju zahuar t'i keni ves për veti këto, po tash këzë e thellë mun. Ka degradu zasoj fushat Ardiani, ka shi kundër kandidatëve? Ka pas disa polemika caktune, disa raste, që më që ka mujtë mi kalu edhe me maqetësi. Po më base si letër duhet me respektu, vish konsideroj që respekti duhet me një zgaj. Për mësë më thonë që i takon ati, mi respektu letrën e vetë. Ati, kjo është kërkesa, u Ardiani le të respekton letrën e vetë? Absolut, ose ka një mundësi tjetër, ka një shembull për mirë që mundet më marrë që e mund këtë rast. Shesqet, 2 vjetë sa sërë këmë folë me mes të përbarë si kena këtu në LDK, po shkojmë Zakov të Shefqeti, që 2 vjetë e zysë në Zakov. Ku është LDK? E di si LDK u konë shumë kesë për para në Zakov, për një bastioni, për një veni, masanej, mas ndryshime si patë ndohë, pa da është një historiatë në LDK, s'kejt e dinë se më shefi që më rëgovis, ta si më konë zonë që LDK, se di si u konë gjendja jo e mirë. Cëla është gjendja se dhe LDK-s në Gjakov? Gjendën e LDK-s në Gjakov sa të ka përcaktu vota qytetarëve, e ka përcaktu besimi qytetarëve, e ka përcaktu gjithë shka që na ka njohë qytetarët e komunës Gjakovës. Dhe shfrytëzoj rastin në përmes kësaj studie tonë të mrekullueshme, që të falenderoj publikisht të gjithë qytetarët e Gjakovës, që në zgjedhjet e fundit nacionale, ata me besimin e vet na ngritën aq shumë, sa që unë mbetëm gjithmonë për se gjithmonë mirë njohës për gjithë shka kanë bërë. Shtëpitë e mëdha e kanë edhe të lashët e caktuara, mirë, po unë nuk marr pjesë në atë grupin e politikanëve që ndërtojmë duke marrë një referencë sa keq ka mujtë më kone, sa mirë e mund, jo. Të gjithë ata sa kanë kontribu, kam respekt për gjithë ata, të gjithë ata sa kanë mund me bu, kam respekt për ata, po keq ka di me thonë, kjo e kep që sa dështë, nuk është e kep përjashtues, është e kep përafrues, është e kep përbashkues, dhe si i tillë konsideroj që dhe me tash që po flasim, ne kemi arrit që t'i kemi mbi 1400 ndalje në terren në komunën e Gjakovës. 1400 ndalje? Mbi 1400 dhe për të gjithë se cilat e kemi tregimi dhe storin e vërtet nga dora a parë. Qoftë ku takojmë darmartin, qoftë ku takojmë fermierin, qoftë ku takojmë arkitektin, mësuesin, mjekun e të gjithë me radhë. Unë s'kam zakon me folë për to që a folim mbrapa kamerë. Kur erdhe tash qysh është baba, apo mund të marr pjesën në fushat, për referona për Sho Albinin të nkohën me kandidat, për Sho krejt të tjertë, s'po përmen jamra, gjithë lider të 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 vetë, the, në LDK kemi një farë tradite, unë i takoj sa asoj frimet, të asoj kohë, mos më përzi, si cili punë e vetë, si cili lirin e vetë. Që dorën zemër, une për hirtë të së vërtetës, une nga këtu, gjenerata a babës tim, gjenerata politike, kuptohet, baba im, meqtë e vetë, dashamirë, të gjithë vëprimtarit dhe aktivistët të asaj kohë, kanë bua shkun të madhe prej viteve 90-ta, sa që edhe sot kur hijim në secilin lagje, në secilin fshat, në secilin lokalitet, ne e shohim gjurmë, jetojmë gjurmë të aktivitetet tyre. Edhe këto dyrë që sot neve puna qilen, po të thëmë sinqeritetin më të madhe janë dyrë të hapura që kanë mbetë nga gjurmët e punëve të mëdha që e ka bëu ajo elitë e kohës gjakovare në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për çka unë vlerësoj që kanë qenë përjetarë në të gjithë atë mision të shenjtë për Republikën e Kosovës dhe për këtu të gjithë asaj gjeneratë të ardhë, i shpreh një falënderim të jashtëzakonshëm për këtë që kanë bërë dhe ju premtoj ju zotohem se do të punoj me këtë qenien time që Lidhja Demokratike e Kosovës dega në Gjakov ta kthehet ku ka vendin. Nuk do ndalem. Shefqo, me ty është gjithë kënaqësi, pozitiviteti, qetësia jote shpirtërore flet shumë, sinergjia pozitive. Cilat janë 3 projektet e mëdha që pia ofron qytetarëve të Gjakovës? Ka rani barë ron, me rikthyje LDK në Gjakov aty ku ka vendin. Dorën zemër, unë është vërtet që kam lind në LDK. Mirë, po në garën për këtar komune, teshat e mia janë teshat të projektuar për të gjithë qytetarët e komunës Gjakovës, pa as edhe një përjashtim. Edhe projekti Ma Kapital, apo një projekt që unë shoh ëndër, është projekti një Gjakove ekonomike zhvilluar, përmes më thonë një Gjakove kampion të rrafshët Dugaxhinit. Dhe që të bëhet e tillë, gjithmonë duke marrë konsiderat dalet në terren dhe zonën e dëgjuar për ndërmarrësve, kemi has në kërkesën e tyre të vazhdueshme për zgjerimin e biznesit tyre. Zgjerimi i biznesit tyre nënkupton me një hapësirë. Ajo hapësirë mund të jetë një park i biznesit.